Rreth 80 familje në fshatin Shpërdet të Kurbinit janë izoluar prej 2 ditësh për shkak të dëmtimit të rrugës nga prurjet e shumta të lumit Droj. Segmenti rrugor me gjatësi rreth 100 metër është shkatruar plotësisht dhe banorët nuk kanë asnjë mundësi të lëvizin për t'u lidhur me mamurrasin. Banorët thonë se kjo është një situatë e paralajmëruar prej 2 vitesh, por nuk u morën masa për shmangjen e shëmbjes së plotë të rrugës, duke i lënë të izoluar dhe krijuar vështirësi kryesisht për të moshuarit të cilët kanë nevojë për shërbime shëndetësore. Kjo situatë sa herë bie shi këto problematike. Kjo është ujë i rrëmbyeshëm siç e shihni vetë. Ky vjen me rrëmbim, nuk ka ujë qetë se po e prit ti për shembull po i vej diçka. Kanë erdhë, e kanë pa. Bilet më kujtohet para 1-2 vjeç, erdhën ato të bashkisë, edhe kishin futur skavator këtu, i thash pse keni futur në këtë formë? E më gjashta është dhe më na dhonë dhe në men, po jo thash men. Sa ai si banor, ai e di atë vrullin e ujtit këtu, edhe atë mënyra se si komandohet ujti. Bo shkollë sa dush, ujti nuk do shkollë, ujti do teknikën. Sot ka kriju probleme si sot është përzullu fshati komplet. Shefti, huk makinën kam sot dhe të hysh. Ai nuk është kalim ajo. Sot janë këtë makina, domethënë, kush e ka pasur nxjerr herët e kanë nxjerr, por kush e ka nxjerr po do hecim di shakollim se jemi njerëz. As filloi lëvizje masikra. Nuk ka. S'kan ka dalë. Nëse do kemi probleme me smon, do ta bëjmë krahas ose na lejnë tjerë ose do ta bëjmë me krahas, huk tjetër ka se ose me hedh në ujë. Tu para 2 vjet e njëjta situatë. Dakor, as ka vu dorë dem kohën e demokracisë. Dem 97 nuk ka vu dorë në këtë rrugë. Tu kena në Vorrezat. Sipër, komplet cilazje. S'kena ku me dalë në botë. Ne jena 80 familje. Si shtëpia. Këtë 350 vetë. Nuk e di qa masa do marrë. Që me prujtë stavator të paktën sa të kalim. Inshallah shteti do të vej dorë. Kryetari ka armes, ka pas, të dim, përsi. Situata e krijuar nga lumi Droj u pa nga afër edhe nga strukturat e emergjencës civile të Bashkisë Kurbin, por aktualisht është e pamundur për të ndërhyrë, pasi prurjet e lumit vijojnë të jenë të larta.